Të nderuar të praneshëm, të nderuar familjar të dëshmorit Riza Saliaj, të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuar përfaqësues të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të nderuar bashkëluftëtarë, qytetarë dhe ju miq, me nderim dhe përulësi të thellë ju përshëndes të gjithëve. Sot jemi mbledhur këtu për të nderuar me respekt e krenari figurën e dëshmorit të kombit Riza Sokol Saliaj. Sot në këtë ditë të paharruar për ulmi me respekt para kujtimit të një biri të madh të këtij vendi, Riza Sokol Saliaj. Shtatorja që po zbulohet sot nuk është vetëm një simbol bronzi, por një dëshmi e gjallë e dashurisë së tij për atë dheu dhe e gjakut që derdhi për këtë liri. Kjo shtatore vendoset në sheshin e fshatit Zabergj dhe sheshi merr emrin e dëshmorit Riza Saliaj. Falenderojmë dhe kryetarin e komunës për rregullimin e këtij sheshi. Ai nuk jeton më fizikisht mes nesh, por emri dhe veprat e tij do të mbeten gjithmonë në zemrat e popullit dhe në historinë tonë kombëtare. Me respekt të veçantë përshëndesmi pjesëmarrjen e kryetarit të komunës së Klinës, zotni Zenon Elezaj, komandantin e zonës së Dogaxhinit dhe ish-kryeministrit e Republikës së Kosovës, zotni Ramush Haradinaj, ish-komandantin e OÇK-s, zotni Sakal Bekpashok, operit të dalën nga lufta, pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës FSK, familjarë të dëshmorëve, familjet e viktimeve të luftës, të cilët me praninë e tyre nderojnë këtë ngjarje të rëndësishme. Sot ne përulmi me respekt para kujtimit të një biri të denjë të kësaj toke, një luftëtar që dha më të shtrejtën jetën e tij. Për lirinë dhe dinjitetin e popullit tonë, Riza Sokol Saliaj do të mbetet përjetësisht simboli i qëndresës, i guximit dhe i dashurisë për atë dheun. Përveç Rizait, familja Saliaj kësaj toke i dha dëshmorë dhe rrethkes Saliaj, emrat e të cilëve nuk do të harrohen kurrë në historinë e popullit shqiptar. Fshati Zabergj, përveç vëllezërve Saliaj, kësaj toke i dhanë dhe dëshmorin e tretë Bajram Tem Rexhepaj. Kjo shtatore nuk është vetëm një shenjë nderimi, por një dëshmi e përjetshme se heronj nuk vdesin kurrë. Ata jetojnë në kujtesën dhe në zemrat tona. Le të shërbej ky moment si frymëzim për brezat e rinj që të duan dhe ta mbrojnë vendin me të njëjtin ideal e përkushtim si Riza Sokol Saliaj. Lavdi e përjetshme e dëshmorëve të kombit. Lavdi dëshmorit Riza Sokol Saliaj. Riza Sokol Saliaj u lind me 3/5/1978 në fshatin Zabergj të Klinës, nga jati Sokoli dhe nëna Mirije. Shkollën fillore e krevë në fshatin Glarev, për shkak të kushteve të dobta ekonomike, nuk mund t'i vazhdonte shkollimin e mjedisshëm. Dhe menjëherë filloi të kontribuoj familjes në aspektin ekonomik. Riza rrjedh nga një familje me kushte mesatare ekonomike, por me virtyte të larta atletare e patriotike. Riza kur nuk qëndroi indiferent ndaj popullit të vet në kohën e pushtimit serb. Me të dhënë kushtrim për luftë nga komandanti legjendar Adem Jashari, Riza ishte ndër të parë që u përgjigj thirrjes për luftë, duke u rreshtuar në radhët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në njësitin Alfa, që me transformimin e njësiteve, ky njësit i takon brigadës 113 Muj Krasniqi. Riza ishte një ndër ushtarë të devotshme, i afërt dhe respektuar nga shokët. I kryente të gjitha detyrat me nder që i merrte nga komandantet e tij. Me 28 korrik 1998, në betejën e Oshpër të Batushës, Riza u ra dëshmor. Rreth mesit të ditës, duke u përballur me forcat serbe në kufirin Kosovë-Shqipëri. Ai e dha jetën për lirinë e vendit të tij, duke lënë pas një emër që do të kujtohet për herë me nder e respekt. Pas rënjes, Riza u dekorua me mirënjohje të shënta dhe kujtohet si një hero i pavdekshëm, simboli trimërisë, sakrificës dhe dashurisë për atë dheun. Trashëgimia e tij jeton në zemrat e familjes, shokëve të luftës, komunitetit dhe të gjitha brezave që e përkujtojnë me respekt. Sot emri i tij shkruhet me shkronjat e arta në historinë e luftës për liri. Ndërsa kujtimi i tij ndërrohet çdo vit me përvjetor e manifestime përkujtimore.
Riza Sokol Salia i mbetet një frymë e gjallë që udhëheq brezat e rinj, duke i kujtuar se liria kërkon guxim, besim dhe përkushtim të bashkëq. Familja Salia ishte komplet angazhuar me përkrojnë e ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Këtë e dëshmoi dhe rënja heroike në fushën e nderit dhe vëllai Rizait Refkes Sokol Saliaj, i rënë në betejën e Sferkës me datë 16 Katrit 1999. Dy vëllezër, dy heronj të një gjaku që bashkohen përjetësisht në historinë e kombit tonë, si dëshmorë të lirisë. Rënja atyre është dëshmi e një familje që lirinë e vendit e vendosin mbi çdo gjë, që sakrifikojnë me dashuri për idealin më të madh, Kosovën e lirë. Familja Salia i mbetet simbol i qëndresës, trimërisë dhe dashurisë ndaj atë dheut. Heroizmi i Rizait dhe Refkiut ka frymëzuar se do të vazhdojë të frymëzojë brezat që rriten me dashurinë për tokën, gjakun dhe lirinë. Emrat e tyre do të qëndrojnë përjetësisht në kujtesën e popullit si shembuj të rrallë të besës, guximit dhe sakrificës. Ata u ndan nga jeta toksore, por u bashkuan përjetësisht në lavdin e atë dheut, duke u bërë familjen Saliaj pjesë të pavdekshme të historisë së Kosovës. Lavdi i jetës dhe veprës së vëllezërve dëshmorë Riza dhe Refkes Saliaj. Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Pas se të filloj me programin tonë kulturor artistik, ftoj me një fjallë rasti kryetarin e komunës së Klinës, Zotri Zenon Elezaj. E nderuar familje e dëshmorit të kombit Riza Saliaj, i nderuar ish kryeministër Zoti Ramush Haradinaj, familjarë të dëshmorëve, martirëve dhe të rënëve për liri, përfaqësues të organizatat të dala nga lufta e ushtrisë qeverimtare të Kosovës. General Suleman Selimi, deputet La Ibrahimaj, ish kryetari i komunës Zoti Sokol Bashota, i nderuar Mulla Xhevat Kryezeu, të nderuar klerik fetar, Zoti Hysni Shabani, Xhavit Jashari, të nderuar të pranishëm. Lufta për lirinë e Kosovës nuk ishte vetëm një përpjekje ushtarake, ishte një thirrje e një kushtrim kombëtar që bashkoi të gjithë shqiptarët kudo që ishin, jo vetëm fizikisht, por edhe me kontribut të gjithanshëm. Ushtria qeverimtare e Kosovës ndodhi rreth vetes djemt e vajzat më të mirë e më të guximshëm, që lanë pas vetes familje, ëndra, rini. Qëllimi i tyre ishte për të mbrojtur diçka më të madhe, lirinë e një populli të tërë. Sot, 26 vjet pas përfundimit të luftës, jemi sërish bashkë, në secilin fshat, në secilin komunë, në secilin muaj e në çdo kohë. Na bashkojnë dëshmorët, na bashkon kujtimi për ta, na bashkon përgjegjësia e respekti që kemi ndaj gjakut të tyre. Është një nder dhe emocion i veçantë për mua si kryetar komune të jem sot këtu, në mesin tuaj, në mesin e luftëtarëve të lirisë, familjeve të dëshmorëve që kanë dhënë gjithçka për këtë vend, jetën e më të dashurve të tyre. Jemi bërë bashkë sot në këtë shesh të ri të Zabergjës për të zbuluar shtatorin e dëshmorit të kombit Riza Sokol Saliaj, bir i këtij fshati e hero i lirisë së Kosovës. Përmes këtij përkujtimi nderojmë jo vetëm Rizaun, ne nderojmë të gjithë dëshmorët e këtij fshati, dy bijtë e Sokol Saliajt, Rizaun Refkin dhe Bajram Rexhepajn. Përmes këtij tubimi nderojmë çdo bir e bijtë të kombit që jetën e tyre ja falën lirisë së Kosovës. Kjo shtatore që sot merr vendin e zemrën e fshatit nuk është vetëm vepër artri, është më shumë se kaq. Është një kujtesë e përhershme për të gjithë ne, për brezat që do të vinë, se liria nuk është dhuratë, por amanet, dhe ky amanet është larë me gjak dhe arritur me shumë sakrifica gjenerat pas gjenerate. Le të jetë ky shesh vend ku takohen nderimi dhe kujtesa. Le të jetë kjo shtatore guri, themeli i edukimit të brezave të rinj për frymën e atë dashurisë, të sakrificës dhe krenarisë për të kaluarën tonë. Ne sot e përgjithmonë përulemi me respekt para jetës, veprës dhe gjakut të derdhur të dëshmorëve të kombit. Lavdi për jetë të gjithë dëshmorëve të ushtrisë qeverimtare të Kosovës.
E falenderojmë kryetarin e komunës së Klinës, e ftojmë me një fjalë rasti ish komandantin e zonës së Dogaxhinit dhe ish kryeministrin e Republikës së Kosovës, zotri Ramush Haradinaj. Faleminderit shumë të nderuar të pranishëm, i nderuar kryetari komunës Klinës, profesor doktor Zenon Lezhi, i dashur general Sulejman Selimi, kryetari i shoqatave të familjeve dëshmore, i shoqatës familjeve dëshmore, po përfaqësuesi o vëleu ÇK David Jashari, i respektuar Sokol Bashota, të gjithë ju prezent, familjar dëshmorëve, bashkëftar gjallë, invalid, Derum Imam, oficer policisht tonë, pjeshtar të shtrisht tonë, dashur fëmi, nuk kam shumë fjalë, ju uroj për përjetësimin shtatore të një djalit juj, që është edhe i kombit të Rizajt, pra Riza Salihaj, njëkohësisht ju përgëzoj për nderimin për dëshmorët, edhe për refkimin edhe për gjithë që kanë për liri, i paharrum kujtimi për trend për liri. I falenderoj shumë për nderin me fol, dhe në të njëjtën kohë më lejoni po ashtu të ftoj dikën nga një pjesëtar të familjes, me qenë se pas vdekjes, pra i dedikoj dekoratën në besim Zotat dhe shtet herojt Riza Salihaj, nëse mund dikush me pranu. Urnani ju lutem. General Ibrahima i harova me të përshëndet. I paharrum kujtimin. E falenderojmë zotri Haradinaj, në vazhdim i japim fjalën Sokol Bashota. E nderuar dhe shumë e respektuar familje e dy herojve, Salihaj, të nderuar të pranishëm, i nderuar kryetari i komunës, zoti Lezi, i nderuar ju bashkëdhëtar, komandant i zonës Dogaxhinit, zoti Ramush Haradinaj, nderuar general Sulejman Selimi, antar i shtabit përgjithshëm David Ibrahimaj, të nderuar shoqatat e dalura nga lufta e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës, ju familjet e dëshmorëve, të invalidëve, të nderuar bashkëdhëtar, të nderuar ju përfaqësues të klerit fetar, policia e Kosovës, të nderuar pranishëm. Për mua sot është një emocion i dyfisht, edhe sikur stërnip i familjes se herojt Riza Salihaj, por dhe si bashkëdhëtar. Të nderuar pranishëm, këto monumente dhe këto lapidar të cilët po ngritën gjithanej Kosovës, këto na i bojnë nerë neve, të gjallëve, por është një mesazh për gjithë ato gjeneratat e cilat vinë pas, për të parë mirë se ky popull ka pas një histori sa të dhëmshme po ashtu dhe krenore. Dhe se rezultati i sakrificës se gjithë tyre herojve, dëshmorëve të kombit, është ardhur dita e lirisë, të cilën sot ne e gëzojmë dhe do ta lëjmë amanet brez pas brezi. Prandaj, sa më shumë lapidarë të tillë, sa më shumë sheshe të tilla për dëshmorët e kombit, ne vërtetojmë se historia e këtij vendi është e lavdishme dhe se ne duhet të ecim përpara për ta jetësuar fuqishëm amanetin e gjithë dëshmorëve. Lavdi i jetës dhe veprës së dy herojve Salihaj për lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit shumë. E falenderojmë zëvendës komandantin zotni Bashota. Në vazhdim i japim fjalën kryetarit të familjeve të dëshmorëve Xhavet Jashari.
E nderura familje dëshmorët Reza Salihaj, të nderura familje të dëshmorëve të kombit, i nderuri kryetar i komunës Zenoni Lezaj, i nderuri kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, zoti Ramush Haradinaj, i nderuri General Sulejman Selimi, antar shtabit përgjithshëm Sokol Bashotaj dhe Lahe Ibrahimaj, i nderuri komandant i brigadës 113 Hysni Shabani, të nderuar përfaqësues të policisë së Kosovës, të ushtrisë të Kosovës, i nderuri përfaqësues i fesë muslimane, invalid dhe veteran të ushtrisë shëntare të Kosovës, gjithë ju të pranishëm pa dallim. Ne si organizatat e dala nga luftat të cilët i përshëndes që janë prezent, ndihem mirë kur kështu bashkarisht i nderojmë, i respektojmë vlerat tona kombëtare. I nderojmë dhe respektojmë të gjithë ata që kanë luftu, që kanë bërë dhe që kanë dhënë diçka në secilën periudhë kohore të historisë të popullit tonë. Në veçanti, i nderojmë ata me meritorit dëshmorët e kombit. Besoj që duke i nderuar kështu të bashkuar, duke i respektuar me shtatore, me shenjat kujtesës historike, ata që e bon dhe u futën me veprën, luftën dhe sakrificën e tyre vetë në histori, qëndrojmë mirë dhe ecëm bindshëm në amanetin e tyre. Nderuar pranishëm, sot padrejtësisht ballafaqohen në Hag krerët e ushtrisë shëntare të Kosovës. Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, Shala Cali, Fadel Fazliu. Pra, qëllimi i kësaj gjykate të njanshme dhe politike nuk e ka problemin me krerët e ushtrisë shëntare të Kosovës. Kjo e ka dëshmuar dhe ka faktuar mjaftueshëm se problem kryesor kjo gjykat e ka luftën e lavdishme të ushtrisë shëntare të Kosovës, e cila po bën përpjekje të kriminalizoj. Si ka mundësi në luftë të pastër dhe drejtë që është zhvillu për liri, çlirim dhe bashkim, madje pa shtet dhe pa pushtet, të ngritet një gjykat e tillë me pretendime dhe shpifje të një raportit kënd se ushtria shënimtare e Kosovës ka bërë trafikim organesh. Pra, po të kishim institucione të devotshme, jo të përzihen në drejtësi, por kishin me bashkëpunu fuqishëm dhe kishin me adresu kërkesa përderisa nuk është faktuar dhe argumentuar asgjë nga kjo shpifje, edhe kjo gjykat është dashur të jetë inekzistente. Ne besojmë dhe shpresojmë se krerët e ushtrisë shëntare të Kosovës do t'ja dalin edhe kësaj rrethe, do të kthehen faqebar në mesin tonë të familjes, të vendit dhe të kombit i cili ka nevojë shumë për ta. Uroj lirinë e tyre, urime shtatorja, kjo shtatore tani e tutje do t'ju tregoj gjeneratave që vinë se lirin nuk na ka fal askush, por e kemi fituar me mund, sakrificë, me luftat pa rreshtura e me lavdin plot të ushtrisë shëntare të Kosovës sot jemi të lirë. Lavdi dëshmorëve kurdo dhe kudo që kanë rënë, nder dhe respekt për gjithë juve që sot jeni prezent. Faleminderit. E falenderojmë zotri Jasharin, po ashtu përshëndesmi generalin dhe ish komandantin e përgjithshëm, zotri Sulejman Selimi. Në vazhdim i japim fjalën së Morina në emër brigadës 113 Muj Krasniqi.
Të nderuara familje Saliaj, të nderuar veteran dhe invalid të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuara ushtri dhe policia e Kosovës, i nderuar kryetari i komunës Zenon Elezaj, i nderuar general Ramush Haradinaj, i nderuara nën e dy dëshmorëve Riza dhe Sokol Saliaj, i nderuar kryetari i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës Sokol Bashota, i nderuari general La Ibrahimaj, Isnisha Bonaj, përfaqësues fetar, i nderuari kryetari i veteranëve të luftës së Qukës në Klin, Ajdin Bolaj, familjes së dëshmorëve Matia Aliti, familjes së invalidëve Vesel Berisha, i nderuari general Sulejman Selimi, i nderuar Gjevat Jashari. Nëse dykun doshta përmendje s'ka mund, i kërkoj falje. Të nderuar pjesëmarrës, sot jemi të buar këtu për të nderuar jetën, veprën dhe sakrificën e një birit të lavdishëm të dheut, Riza Sokol Saliaj, hero i kovit, qëro heroikisht në livadët e Batushës në përpjekje për të sjellën martim për ushtrinë lirimtare të Kosovës. Rizau ishte ushtar i brigadës 113 Muj Krasniqi në zonën operative të Dranicës, zonë kjo që lindi dhe udhëhoq nga fryma e komandantit legjendar Adem Jashari. Ishte fryma e tij, ishte qendresa familjes Jashari në Prekaz, që ajo u bë thirrje për të gjithë bitë të Kosovës që të ngrihen për liri. Në këtë frymë, Rizoi dhe shumë bashkëluftëtarë të tjerë morën rrugën e lavdis, duke i dhënë kuptim betimit për atë dhe. Në ditët më të vështira të luftës, kur çdo hap drejt lirisë kërkonte guximeve të mëhim, Rizau mori përsipër një detyrë të shenjtë të sillte armatim nga Shqipëria për shokët e tij në front. Ishte rruga rrezikshme, por ai nuk u tërheq përballë forcave serbe bashkë me shokët e tij me orën në dorë, duke u bërë simbol i vendosmërisë, dashurisë për atë dhënë. Sakrifica e tij nuk ishte e vetme, edhe vllavi i tij Revkiu ra dëshmor. Ishte kjo dëshmi e gjakut të poshtër që kjo familje dha për lirinë tonë. Ata nuk kërkuan as lavdi, as problem. Ata luftuan që ne sot të jetojnë të lirë në një Kosovë që ecën me dignitet, drejt së ardhmes. Sot bushti që përurojmë nuk është vetëm një përmendore prej bronzi, është kujtesë, amanet për brezat e ri që ta duan atë dhënë, ta mbrojnë lirinë dhe ta nderojnë sakrificën e dëshmorëve. Me lejoni që edhe në këtë moment të shpreh mirënjohje dhe falënderim për të gjitha ato familje të fshatit Zaberq dhe fshatra përreth që qëndruan pranë ushtrisë lirimtare të Kosovës gjatë vitit 98-99 duke ju ndihmuar, ushqyer dhe strehuar. Jo larg nga këtu, UÇK-ja kishte edhe shtapin e saj në shtëpinë e Gjevdet Halitaj. Në emër të brigadës 113 Muj Krasniqi, për ulem me respekt e krenari para herojve të kombit Riza Saliaj, Revki Saliaj e Bajram Regjepaj. Krenari e respekt për terrenët që me gjakun e tyre u vunë themelet e lirisë. Nureddin Haziraj, Tafil Saliaj, Bashkim Regjepaj, Feriz Regjepaj e Borim Regjepaj. Lavdi gjithë dëshmorëve të lirisë, roft ushtria lirimtare e Kosovës, roft Kosova lirë dhe e pavarur. E falenderojmë zotni Morina. Pas këtyre fjalimeve vazhdojmë me një program kulturor artistik, ftojmë këngëtarin Fatmir Berisha.
E falenderojmë këngëtarin Fatmir Berisha. Ftojmë Rolinda Saliaj me poezin Dy vëllezër dëshmor. Dy vëllezër dëshmor, dy trokitjet leta, mu duken që trokitën ndirë, për vëllezrit e mi të dashur që me erdhen të dera, e prita refkeun të vinë nga mërgimi, s'na erdhi as rizohu që ronë luft të kufire. Ushtar të UÇK-s, ju ishit mbol, rot në altar të liris, Kosova ju kujton me moll, qonë të zemra e nonës për dy lule lirie, kodra e kuqe i bashkan të vëllezrit për i trimërie, të folja u bën batusha, andej nga kufire, për i zohën dëshmor që rote kufire, krenare është nëna dhe tërë familja, i letu qoftë dheu i Kosovës, a gjallarve të me, Refki e Riza që hynin e histori për guxim dhe trimëri. Pas kësaj poezijet e mrekullueshme për dëshmorët vinë në skencën të klasës së 4 të shkollës dëshmore të Qendresës Glarev me recitalin e dramatizuar kushtuar familjes Jashari. Nana e la bukën magje, baba i dritë të gjatat mustoqe, e dia se diçka nuk shkon të mirë, të pësja me vintaj vështirë, përgjigjën ma dhan krismat e pushkës, se na kishtë rrethuar flaka e luftës. Glyshët e shkinës e lanën e loke pa të rinjët, e mallkuar nga Zoti, qofsh më stërbi. Baba gjyshe e nëna zoh e kishin dhënë betimin, burra, fmi e gra me bë flimin. Baba gjyshe na tha, jemi të rrethuar, ndoshta munden të gjithve me na pushkatu, por mendjen për shlirimin e vendit, kur nuk munde me na ndru. Kjo tokë, ky truall, nuk duron ta shkeli huaj, kjo tokë nuk duron robëri, liria as nuk blihet e as nuk folet, por me gjak e sakrifis fitohet. Bata, ade me mori pushkën e kra e tha, të gjallë në duar të fleshta, kur s'kemi me ra? U rrita nër plumba, me duar të hikurta, nuk e t'jas vetë, se si s'ma mori vdekja. Ndoshta shpëtova trishtimin për ta rrëfyer, e për ta shkruar historinë e kur për të mos shyer. Më shpëtoi puka e magjës që kesha mbi kokë, e gjoku i familjes që rodhi si lumi mbi tokë. Më shpëtoi dora e të matit zot, edhe pse shtëpiat digjenin e flake barot. Shpëtova gjallë ndër 56 kufoma, zëri ma ditu bëje hunë, laf për të gjallën që kishin mbetur, për mja krya manetin atyre që kanë vdekur. Me rrot pushken e me dona për mole, bashkuar për lirin, ushtria shërmtore, në ngjokja, me mardjepin e sqetull, e nuset pramburrave si parotin për vetull. Motrat me gatuan buken e mos me dirmolot, me ulut për trimat, i rujti madhi zot, edhe fmit mu po shtor para kohe, gjithë rujtar e që plom kësaj toke. O zot, nga një herë lotët s'muj mindol, ndoshta ju pa mendoni që ndjej veç mall. Mua më djek zjarri i të gjallëve, se sa malli i pashquar i atyre që janë ndërvorre. Unë ndjej etje, isha i vetë me
me dëshmitore. Sot, këtu jam amaneti I të porve, po sot me plot krenari për kulem para portretit të në bacadem. E në syt e tu, shpres, drit, liri, rilindje pa vdeksi. Aty shë pjesën tjetër të shikimit tënd. Sa me qdo vdesin e ju do të mbetni të gjallë sot këtë jetë. Bashk me ato krizma pushke, edhe baba Homs ja thot këngës. Kaj daj hosem se këtu ka bura, naj loj pushke të në përkula. O hej, ta shoj vendin o plove plumba, o plove plumba. Pas këtij recitali të bukur, programin e vazhdojmë me poezinë dëshmore të Rizadhe Refke Seliaj, reciton Ediona Saliaj. Dëshmoret Refke Riza Salihaj, në zabesh të klinës, drit ju lindi, zemra shqiptarve, kur sushtri, Refke Riza, trima të tokës, flok lirie dhe yje të shpresës. Kur koha e zez mbi vend u ngret, ju s'patët frik, ju s'patët prit, me push e bes me shpirt të zjort, mbrojtët Kosovën atë dhe të art. Krah për krah qëndruat me bes, e fjallën e dhen e mbajtët për herë, dhe çdo fortun e çdo stuhi, shkëlqyer guximi e trimëria në gji. Gjoku juaj u bëllullën mbi prak shtëpije, lët nënash u kthye në këngë lirie. Zabergja ju thret me mallën der, laftia juaj s'do shuhet kur për jetë. Era e maleve këngën e sjell, emri juaj ju hanë si yll në qiell. Refke Riza, zemra shqiptarve, shembull besimi e dashurie mall. Breza të rinj me krenari do thonë, lavdi dy djemve që jetën flijuan. Në Zabergj emri juaj rën, në zemra tona për jetë qëndrën. Eftojmë këngëtarin Halit Gashi me këngën për Refke Saliaj. Për Kosovë tot ka vëm
e falenderojmë këngëtarin Halid Doshi. Përveç poezive dhe këngëve, në programin tonë Zën, Vend dhe Vallja Mirditës, vallëzojnë nxënësit e klasës së 5 të shkollës Dëshmorët e Qendresës Glarev, ku vlen të cekët se dëshmorët ishin nxënës të kësaj shkolle.
Faleminderit në emër të familjes Salihaj. Në këtë ditë e paharruar, kur përjetësohet figura e dëshmorit të lirisë Riza Salihaj, familja jonë shpreh mirënjohjen më të thellë për të gjithë ata që u bën pjesë e këtij përurimi madhështor. Në këtë ditë të madhe, krenaria e kujtime, kur zemrat tona ndjejnë mungesën e babait të Rizahut, Sokol Salihaj, edhe pse ju në mes nesh do të ishte krenar ta shetë djalin e tij të përjetësuar në bronz, si simbol i lirisë, guximit dhe dashurisë për atë. Falënderim të veçantë Zotrit Ramush Haradinaj për praninë dhe fjalët, për respektin e treguar ndaj veprës së Rizahut. Mirënjohje të sinqertë për kryetarin e komunës Zotrin Zenon Elezaj, për mbështetjen dhe për kushtimin që ky projekt të bëhet realitet. Faleminderit për pjesëmarrësit Sokol Bashota, Xhavet Jashare, Sulejman Selime. Faleminderit bashkëluftëtarëve të Rizahut që me kujtimet, dashurinë dhe respektin e tyre e mbajtën të gjallë figurën e tij. Një falënderim i veçantë për organizatorët, përfaqësuesit e institucioneve, bashkëfshatarët e qytetarët të shumtë që na nderuan me praninë e tyre. Këtë moment të shajmë për familjen tonë. Faleminderit edhe për punëkryesin e shtatorës Zotrin Ylber Krasniqi, me respekt dhe mirënjohje të thellë familja Salihaj. Ju faleminderit. Të nderuar të praneshëm, për zbulimin e shtatorës, i ftojmë Zotrin Zenon Elezaj, Zotri Ramush Haradinaj, Zotri Sokol Bashota, një pjesëtar i VL-s, Lahe Ibrahimi, Sulejman Selimi, Xhavet Jashari dhe Shemsi Salihaj, vëllai i dy dëshmorëve. Në emër të familjes Salihaj ju falenderojmë për pjesëmarrje dhe pas zbulimit të shtatorës ju ftojmë me një koktejl rasti.
arrim për një